Duke folur për zbatimin e vendimeve të Kongresit të 5 të partisë për vënien e interesit të përgjithshëm Në fillim ishte kinemaja, më pas televizioni. Ato na ushqenin me kronika gri, me shumë propagandë dhe pak të vërteta. Fjala zhurmues ka ngacmuar në memorien tuaj. Ka bërë zhurmë në skutat e thella të kujtimeve, duke sjellë në imagjinat televizorin Iliria Bardezi. Një televizor me një bandë të vetme, atë të VHF-s. Bandën tjetër UHF e sajuam vetë me atë që quaj kanoqe e grupit. Kështu nedve, ngrinim antenat dhe mundoheshim të eliminonim zhurmuesin e kanaleve të huaja televizive. Po cili ishte zhurmuesi që bënte lavazhin e mendjeve tona? Mirëmbrëma, miq të afërt e të largët, edhe sonte do të vazhdojmë të përshkojmë një historinë e vendit tonë. Një histori që vjen me mënyrën tonë, përmes kronikave filmike dhe bashkëpunëtarëve të tyre. Themi me mënyrën tonë sepse nuk kemi zgjedhur kronologjinë. Kemi filluar me vitin 1956. Kemi vazhduar me vitin 1967, më pas 1978. Edhe sonte do të qëndrojmë në një tjetër vit delikat për Shqipërinë, 1960. Përfundon dashuria e madhe me Bashkimin Sovjetik dhe epilogu është mbledhja e 81 partive në Moskë. I ftuar sonte në programin Histori me zhurmues është profesor Agim Popa. Në shtator-tetor të vitit 1960 u zhvillua mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Për të marrë pjesë në këtë mbledhje u dërgua Mehmet Shehu. Ju keni qenë në grupin e punës në këtë delegacion. E vërtet, zyrtarisht figuroja si këshilltar i delegacionit, kurse në të vërtet, unë kisha vajtur për t'i përkthyer fjalimet që do të mbante Mehmet Shehu në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, sepse megjithëse ai dinte anglisht, madje anglisht dinte më mirë, po nuk donte të fliste anglisht, donte që fjalimet i mbante në gjuhën rusisht. Edhe unë do t'ja përktheja këto fjalime. Delegacioni i Republikës Popullore të Shqipërisë, i kryesuar nga shoku Mehmet Shehu, kryetari i Këshillit të Ministrave, niset për të marrë pjesë në punimet e sesionit 15 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për të përcjellë delegacionin, në aeroport kanë ardhur shoku Enver Hoxha dhe udhëheqës të tjerë të partisë dhe të qeverisë. Në
Organizatën e Kombeve të Bashkuara, delegacioni ynë do të shpjerë aspiratat tona për paqë dhe miqësi. Ju deri në Paris keni shkuar me avion. Pasi që ndruam 2 ditë në Paris, vajtëm në Cherbourg, nga nisej për në New York, vapori Queen Elizabeth, i shoqërisë Kunar, që njëkohësisht përfaqësonte një farë mënyre edhe vetë shtetin anglez. Të gjitha delegacionet e tashtu quajtura vende socialiste udhëtuan me tjetër vapor, me vaporin Baltika, ku ishte Khrushchev dhe gjithë delegacionet do të vinë atje. Pasi hipën në vapor, morëm vesh se në atë vapor udhëtonte edhe Titoja. Titoja bile konsideroi si mysafir i mbretëreshës anglisë. Prandaj një herë në ditë ai hante drejt zyrtarisht në restorant. Ndërsa Mehmet Shehu hante në kabinë, nuk hante në restorant. Madje kur ne të tjerët që hanim në restorant, kalonim për të vajtur në tavolinën tonë, na ndiqnin me sy gjithë ata që ishin rreth Titos, ndër ta dhe Josip Gjergja, i cili ka qenë dhe ambasador Jugosllavisë në Shqipëri. Mbasi Mehmet Shehu vrau veten, u ngritën hipoteza se ai kishte takuar në këtë vapor Titon, Churchillin, madje dhe Fulcin. Sepse në atë vapor ka qenë edhe i biri i Churchillit, Randolph Churchilli, ka udhëtuar për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa e vërtetë është kjo? Këto fjalë u thënë, por e vërteta qëndron krejt ndryshe. Në radhë të parë, Mehmet Shehu nuk hante në restorant, ai hante në kabinë dhe asnjëherë nuk takoi Titon. Për sa i përket Randolph Churchillit, i cili në atë kohë ishte goxha i moshuar, më thanë duke i mjaft i plakur rreth 60 vjeç, ai ishte në vapor dhe duke i ditur, ishte përhapur fjala me që ne nuk udhtonim bashkë me delegacionet e vendeve tjera të ish-kampit socialist, e kish kuptuar që marrëdhëniet janë prishur dhe donte të merrte një intervistë me Mehmet Shehut. Edhe i bëri kërkesë. Në atë kohë bashkë me ne ishte edhe Behar Shtylla. Edhe një ditë më thotë, do të vish të dëgjosh se ai biri i Churchillit ka kërkuar takim me kryeministrin dhe do t'i japin përgjigje. Dhe u futën në një kabinë që kishte telefon. Ju tha, kryeministri është shumë i zënë gjatë kohës qëndrimit në vapor dhe nuk ka kohë t'ju presë. Kur të arrim në New York, do të shohë nëse do të ketë mundësi t'ju presë. Me një fjalë refuzoi, aq sa ai Churchilli përplasi telefonin me inat. Do të thënë nuk janë të vërteta as njëra, as tjetra. Ku konsistonte fjalimi i Mehmet Shehut në OKB? Në fakt Mehmet Shehu mbajti 2 fjalime. Në fjalimin e parë, Mehmet Shehu ngrihet
asamble, shoku Mehmet Shehu foli mbi rrugën e lavdishme të popullit ton dhe shprehu qëndrimin e tij të drejtë mbi çështjet kryesore që preokupojnë njerëzimin. Pranë ndërtesës së OKB-s në New York ka gjithnjë lëvizje. Njerëzit ndjekin me vëmendje punimet e asamblesë së përgjithshme që diskuton çështje me rëndësi të madhe ndërkombëtare. Delegatë e asamblesë dëgjuan me vëmendje fjalën e kryetarit të delegacionit të Republikës Popullore të Shqipërisë, shokut Mehmet Shehu. Vendi ynë për krah propozimet e Bashkimit Sovjetik për çarmatimin dhe për t'u dhënë liri vendeve koloniale. Ai kërkon përfaqësimin në OKB të Republikës Popullore të Kinës. Një javë para se të nisshim për t'u kthyer në Shqipëri, ai më thot, unë kur të vem në Shqipëri do të marr një fjalim, do të raportoj në Kuvendin Popullor lidhur me qëndrimin këtu, në New York. Pa të shikojmë njerë, tha, si shkruan ti. Unë kam këto mendime, edhe më dha disa mendime, unë shpejt e shpejt i mbajta shënim, edhe brenda ditës nga mëngjesin, brenda bërë një plan të hollësishëm. Një 10 faqe daktilografura, si e imagjinoje unë, në bazë të atyre ideve fjalimin që do të mbante ky. Ai e pa, e pëlqeu në përgjithësi dhe tha, mirë tha, puno tha. Dhe atë ditë që do të nisim për të kthyer në Shqipëri, në Shqipëri, do ma dorëzosh mua të fjalimin se do t'i japun dorën time në vapor. Unë që nga i moment nuk pata kohë fare asë një moment që të merren atu, të punoje për fjalimin. Jo një takim tu, një mbledhje atje, di unë. A ditë do nishim e do të ktheheshim me një vapor frances që është Liberté, i cili ishe një vapor në vetveti ishe mjaft luksos, por që bënte udhëtimin e fundit, pastaj do shkonte por e kurishte, sepse ai e bënte një ditë më tepër nga që bënin vaporët e shpejt. Edhe kështu do të shkonte për t'u eliminuar. A ditë do nisim më thot mua, mbarove? Thashun shoku Mehmet, kemi atë planin që e keni parë. Shiko, tha, me mua shaka mos bëj, tha, në qojtë se një punë nuk e bën dot. Atëherë thuj që nuk e bëj dot se unë e bëj vetë. Në qoftë se e merr përsi për ta bësh, do ta bëj, thash. E kur do e bësh, tha? Në vapor, thash. Më tha, nuk e për të bërë gjë. Po pse? Në vapor nuk punoha, tha, vapori tundet. I thash, po ju si do i jepni dorën tuaj në vapor? Aty ngeci. 3 herë në ditë hanim bukë bashkë. Asnjëherë nuk më pyeti ç'po bën. Kur arritëm në Havër, më pyeti si po shkon me fjalimin. I thash, e mbarova. Në fakt unë se kisha marruar plotësisht, më duhet, domethënë, dhe disa orë punë për të bërë një mbyllje. Po thash, unë e dije që ne nga Parisi do shkonim në Rom, vazhdonte udhëtimi 2 nete një ditë me tren, e thash gjatë do rri një natë pa gjumë dhe ta bëj, dhe në fakt ashtu veprova, bëra edhe një mbyllje. E shtypa të gjithë dhe doli 93 faqe të daktilografuara. Ai më tha, në qoftë se ti më ke bërë 70% të punës, unë do konsideroj që ke bërë një punë shkëlqyer. Mori, e pa, punoj me te, dhe pas 2 ditësh do qëndrodhëm 4 ditë atje, më tha, më ke bërë 90% të punës. Më ke bërë 95% të punës, unë s'kam bërë gjë tjetër, po vetëm kam bërë disa shkurtime, kishte ikur disa pjesë në blok, që mendoj se ishin tepër ta për atje, dhe kish bërë lidhjen midis tyre. Që nga ajo kohë, unë kam pasur mjaft raste që kisha takime me Shehun. Cilat ishin rrethanat, kushtet, paraprake që quan deri në mbledhjen e 81 partive? U bë një mbledhje përfaqësuesve të partive komuniste punëtore që merrnin pjesë në kongresin e 3 të partisë rumune. Dhe njëkohësisht për të vendosur se kur dhe ku do të bëhet mbledhja
e partive komuniste, sepse në këtë periudhë kishin lindur disa kontradikta midis partisë kineze dhe udhëheqjes sovjetike. Kontradiktat ishin të lidhura me një botim që u bën Kim, edhe që u botua me titullin Rroft Leninizmi. I deleguari i Partisë Punës Shqipërisë ishte Hysni Kapo, i cili kishte marrë udhëzimet përkatëse nga Enver Hoxha se ç'qendrim duhet mbante atje. Në atë mbledhje, Krushovi bëri një orvatje. Ata mendonin që të gjithë ata përfaqësuesit e partive të ndryshme që merrnin pjesë atje, do të bashkoheshin për të dënuar unanimisht Kinën. Qëndrimi që mbajti delegacioni i Partisë Punës Shqipërisë i prishi shumë punë sovjetikëve, sepse në sajt atij qëndrimi, ata nuk mundën të marrin një vendim unanim kundër Partisë Komuniste të Kinës. Me që delegacioni refuzoi një gjë të tillë, atëherë marrëdhëniet me Krushovin u acaruan më tej. Delegacionet të ndryshme vajtën në mbledhjen e Moskës të 81 partive, disa ditë përpara se të fillonte mbledhja, për të asistuar në festën e 7 nëntorit. Sovjetikët ndoqën këtë taktikë. Disa ditë përpara se të fillonte mbledhja e Moskës, ata ju shpërndan të gjitha delegacioneve që ishin atje një material të gjatë, ishte një letër që Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik i drejtonte Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës me të gjitha akuzat që kishin ata kundër Partisë Komuniste të Kinës. Fjalimin në mbledhje e hapi zoti i shtëpisë. Fjalimin e bëri Krushovi. Ai bëri një fjalim në përgjithësisht zbutur, ku thuaj të mos shohim ato gjëra që na ndajnë, po ato gjëra që bashkojnë. Atje mbledhja u zhvillua në këtë mënyrë, që pasi foli Krushovi, pas Krushovit ishin caktuar delegacionet cilat përkrajnë vijën e Krushovit, ndërsa kinezët, nga ne tyre, folën datën 13. Edhe kur folën datën 13, ata i hapën divergjencat. Edhe thanë, ndër tjera, që ne konsiderojmë si dokumentin kryesor, jo fjalimin pajtues e për unitetin që mbajti shoku Krushov këtu, por atë letër që u shpërndau të gjitha delegacioneve të partive komuniste disa ditë përpara. Ata i kundërvjeshin vijës Krushovit si një vijë oportuniste. Tani kinezët neve në këshin thënë që më tepër kanë frikë nga fjalimi që do të mbaj delegacioni shqiptar, sa nga fjalimi jonë, se ne kemi ngritur disa gjëra, dhe më thanë, teorike. Të vim tek fjala e Enver Hoxhës. Sovjetikët ishin shumë të interesuar që kjo fjalë mos mbëhej. Prandaj, kur ishin delegacioni jonë atje, e vendosën në një zonë pak jashtë Moskës, në një vilë atje, delegacionin. Edhe kërkuan takime me delegacionin, u bën disa takime. Por takimi me Krushovin u refuzuan, mos gabohen. Në fillim, u refuzu takimi me Krushovin, po me që ata ngullim këm, më në fund u bë takimi. Edhe kur Enver Hoxha i shtronte ato probleme që kishte,
gjithë për Bashkimin Sovjetik. Ai ju drejtua Enver Hoxha dhe i tha, ti flet si Macmillani. Mehmetçeu i tha, atë fjalë tërhiqe. Unë nuk kam qenë unë përkthyes në ato, ka qenë Mufit Mushi në ato takime. Ku ta shoj, tha, futen në xhep. Tha, desha të them një fjalë tjetër, tha po. I thash, futa në xhep. U bën disa herë takime të tilla, e delegacioni jonë u detyrua të largohet edhe vajti në ambasadë. Në ambasadë, edhe në atë vilën ku ishim, edhe në ambasadë ishim vendosur për gjus. Bile në një moment të saktuar, Mehmetçeu ju drejtua atyre që dëgjonin, edhe ju tha shumë gjëra. Ishin sharje, besoj. Jo, sharje, po akuzat të rënda, dhe më thanë, kundër sovjetikëve. Ndërkohë, kthimi pati disa ndryshime të itinerarit të Enver Hoxhës. Enver Hoxha qëndroi në Moskë bashkë me Mehmetçeun deri nga fundi i nëndorit, për arsye se donte të kthehesh Për festat e nëndorit. Për festat e nëndorit që kishim në Shqipëri. Edhe për të kthyer, u kthyen me tren, duke menduar se mund të bëhet në gjë. Materiale, dokumentat tregojnë që delegacioni, kur është nisur nga Moskaj, ka marrë dhe ushqimet me vete. Edhe ushqimet i mori me vete. Nuk kanë ngrënë në tren. Nuk kanë ngrënë, është e vërtet. Kështu ka vepruar. Gjersa arritën në Bari. Në Bari, ku i erdhi mori avioni jonë, një avion qeveritar që kishim, që i solli në Tiranë. Ka një moment të bukur, interesant. Erdhën në ambasadë delegacioni kines, i kryesuar nga Liu Shaoqia, edhe Deng Xiaopingi, për të uruar për festat. Kur po e përcillte Deng Xiaopingin, Enver Hoxha i thot, shokut Deng Xiaoping, besoj që Krushovi ka shumë frikë të shkopin tëndë, sepse i mbante një shkop bambuje. Ne kujtonim se kishte kështu se në më qalonte, a i në fakt kishte ndrydhur këmbë duke luajtur ping-pong. A i tha, shoku Enver, e ke shumë gabim, tha. Pikërisht këtej që po më thoni ju tash, një ditë e takova Krushovin në të korridoret, edhe më tha, kam shumë frikë nga shkopi jotë. Unë i tha, shoku Krushov, e ke gabim. Kjo është prej bambuje, shilet, kjo nuk vret njëri. Kjo është bota ime pa armë, nga parulla e Krushovit, bota pa armë, pa ushtri dhe pa luftra. Përse Kina mbajti atë qëndrim në mbledhjen e Moskës? Mua më duket se të dyja palët niseshin nga pozita pragmatiste. Krushovi nga pozita e tij pragmatiste, për ato qëllimi që kishte, për të vendosur sundimin e tij, në ish vendet e kampit socialist, kurse kinezët mendonin kështu të merrnin, të fitonin një influencë mbi sovjetikët në gjithë të botën e tretë. Edhe unë mendimi im është se edhe ata nishin nga pozita pragmatiste. Nishin nga pozita pragmatiste sepse në fakt Deng Xiaopingi, ai në fakt në Kinë vetë bëri shumë më tepër, në më thanë, në drejtim të, si thuash, të kapitalizmit nga që kishte bërë Krushovi, nga ato që akuzon të Krushovi. Pra dhe ata e banin për qëllimit e tyre pragmatiste. Mendoni që e përdori Partinë e Punës Shqipërisë udhëheqja kineze? Apo ndoshta ishte interesi udhëheqjes shqiptare për të marrë kredite zbutura nga Kina për të ofruar më shumë me udhëheqjen kineze? Edhe ajo çështje qëndron, sepse nga Kina janë marrë, më thamë, por kryesisht nga Kina janë marrë edhe
armatime. Zoti Agim, të falenderoj që ishit në histori me zhurmues. E ndërsa në pjesën socialiste, Bashkimi Sovjetik dhe Kina tundnin kush e kush më shumë flamurin e udhëheqjes së kampit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zgjidhej një president i ri. Më 8 nëntor të vitit 1960, John Kennedy zgjidhet presidenti 35 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke fituar me një diferencë mjaft të vogël votash përballë kandidatit republikan Richard Nixon. Popularitetin më të madh, kandidati demokrat fitoi fal debateve televizive që ishin risia e asaj fushate elektorale. Më 20 janar 1961, ai u betua zyrtarisht si president përpara qytetarëve amerikan, me fjalimin e tij të famshëm: "Mos pyet çfarë mund të bëjë vendi yt për ty, por pyet çfarë mund të bësh ti për vendin tënd." Ai i kërkoi gjithashtu popullit të mbar botës që të bashkohej me të në luftën kundër asaj që e quajti armiqësie për bashkët e njerëzit, ku përfshinte tiranin, varfërinë, sëmundjet dhe luftën. Në mbyllje të deklaratës së parë si udhëheqës i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai tregoi dhe dëshirën e tij për ndërkombëtarizim. Së fundmi, kërkoni prej nesh të njëjtat standarde të forcës dhe sakrificës që kërkojmë ne prej jush, qofshi ju qytetar të Amerikës apo të mbar botës. Politika e brendshme e ndjekur prej tij gjatë 2 viteve si president u përqendrua tek programi Kufi të Rinj, për të cilin premtoi fonde të mjaftueshme financiare në ndihmë të zhvillimit të arsimit, shkencës, ekonomisë dhe shëndetësisë. Ai premtoi gjithashtu dhënien fund të diskriminimit racial. Periudha e Kennedyt i hoqi barrierat që ndanin dy shoqëritë amerikane, duke bërë të mundur shfrytëzimin e të njëjtave ambiente publike për të bardhët dhe afroamerikanët njëkohësisht. Ndonë se u vra në fund të vitit të dytë të qeverisjes së vendit. Kennedy do të mbahet mend edhe si ideatori i ligjit të drejtave civile të miratuar në vitin 1964. Një vëmendje të veçantë ai i kushtoi edhe statusit të gruas në shoqëri. Është viti kur fillon të përhapet lëvizja e hipive. Në Liverpool, një grup i quajtur Beatles japin koncertet e para. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dalin pilulat e para kontraceptive, ndërsa në Shqipëri, viti i ri nuk ka ndonjë ndryshim nga një vit më parë. Ardhi festa e gëzuar për të gjithë, festa e vitit të ri. 1959 ishte për popullin ton vit fitore shtreja në rrugën e ndërtimit të sarthme së lumtur socialiste. Duke pritur me gëzim, mirëqenie dhe begati vitin e ri 1960, punojësit e vendit ton mobilizohen për suksese akoma më të mëdha për çështjen e socializmit dhe të paqes. Në prag të 1 majit, populli ynë priti me gëzim vendimin e ri të partisë dhe qeverisë mbi uljen e re të çmimeve. Që nga 29 pridi, tregu ynë shet me një ullje çmimesh që shkon nga 2,5 deri në 37,5%. Ullja e re e çmimeve përfshin një grup shumë të gjerë të madrave të konsumit të gjerë dhe të nevojës së domosdoshme të punojësve të qytetit dhe të fshatit. Populli ynë e priti me gëzim këtë vendim. Dyqanet e shtetit janë plot me blerës. Kjo masë e rëndësishme është shpreja e kujdesit partisë dhe qeverisë sonë për përmirësimin e mëtejshëm të mirëqenies punojësve. Po kjo grua çdo të ketë vallë, ja, asaj i ka humbur vajza.
Tani i përket policisë të qetësoj atë që ka humbur të ollat, ashtu edhe këtë nënë. Postërojet urdhërojnë të kërkojnë me njerë fëmijën. Policia popullore është gjithmonë në mbrojtje dhe në shërbim të popullit. Ajo e ndjen mungesën e prindërve, por megjithatë voglushja këtu ka kujdesin e edukatore së rajonit policisë. Prindër, mos lejoni pakujdesi që mund të rrezikojnë jetën e fëmijëve tuaj. Mësoni ata të zbatojnë regjimin ditor të përgatitur për jush. Në vitin 1960 ndodh dhe një tjetër ngjarje me motobarkën Ali Kelmendi, e cila nuk kaloi në heshtje. Një incident në Jugosllavi. Nga një udhëtim plot vështirësi nëpër Adriatik, kthehet në atë dhe motobarka Ali Kelmendi, që u bë objekt i një vepre barbare të revizionistëve jugoslav. Operatori ynë u takua këtu me kapitenin e anijes Franci Vanaj, zëvend sekretarin organizatës bas partisë Ramazan Domi, marinarit Ismail Qurre, Lazar Mone, Mustafa Lushi, Vasil Bualli, Dilaver Hoxha dhe Ilmi Rek. Duke mbajtur lart emrin e marinarit shqiptar, besnik deri në fund partisë dhe popullit, ata hodhën poshtë kërkesën e revizionistëve jugoslav që insistuan të hiqen nga Gazeta Morit artikulli ku bëhej fjalë mbi revizionizëm. Në emër të presidiumit të Kuvendit Popullor, shoku Tonin Jakova përshëndetin nxehtësisht marinarët trim. Nga ana e presidiumit të Kuvendit Popullor, atyre u akorduan urdhëra dhe medalje trimërie. Ngjarja me motobarkën Ali Kelmendi, që u dekorua me urdhin e lirisë klasi 3, tregon edhe një herë qëndrimin armiqësor të revizionistëve jugoslav ndaj popullit tonë, që ecën fitimtar në rrugën e socializmit. Është zoti Franci Vanaj, ish kapiten
Beta gjithitën hijeve, se më thanë hijeri, e tjene shova krojeve kurin ti. E mira u rafta hijeve, që mujtën me fresku, i kjartashtu i krojeve, se tjen ma kanë shumë. Po t'jemi bashkë në të dy, do t'na shikjoj me cili, e do n'na flasi në sy, sa duhemi unë e ti. Po t'jemi bashkë në të dy, do t'na shikjoj me cili, e do n'na flasi në sy, sa duhemi unë e ti. Kur prendon djeli majave, e muskut rrugil shon, sa kanë qëm ju thredeleve, kur sanit nise i qon. Besa u knaqa hijeve, gjithitën kepen kep, kur zanin jalë shoje deleve, e ti përgjigjem jet. Po t'jemi bashkë në të dy, do t'na shikjoj me cili, e do n'na flasi në sy, sa duhemi unë e ti. Po t'jemi bashkë në të dy, do t'na shikjoj me cili, e do n'na flasi në sy, sa duhemi unë e ti. Po t'jemi bashkë në të dy, do t'na shikjoj me cili, e do n'na flasi në sy, sa duhemi unë e ti. Po t'jemi bashkë në të dy, do t'na shikjoj me cili, e do n'na flasi në sy, sa duhemi
cirku dhe estrada shqiptare kanë qenë një nga argëtimet Së bashku me Skënderi komik, njihemi me akrobaten energjike Vitore Rasha. Ushtërimet që ajo ekzekuton janë sa të bukura, aq dhe të vështira. Pikërisht për këto, ne I quajtëm akrobatët njerëz të guximit.
Qaste interesante. Një numër i vështirë me trungun rrotullues. Ekzekuton ekuilibristi Hamdi Petrela dhe Vitore Sallaku. Bambu. Kështu është quajtur ky numër ku gërshetohen ushtrimet e rrezikshme me lëvizje plot harmonie e elegancë. Numri me bambu
you treat me cruel. You hurt me and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, no matter what you do. Oh, Carol, I'm still in love with you. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, no matter what you do. Oh, Carol, I'm still in love with you. I'm still in love with you. Jemi në vitin 1960, në vitet e luftës së ftohtë mes Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1 maj, 15 ditë para konferencës Lindje Perëndim që do të mbahet në Paris. Ndërsa në Moskë ka filluar parada tradicionale 1 majit, forcat ushtarake sovjetike rrëzojnë një avion spiun amerikan U-2 në Siberi. Kjo krijoi dhe një incident që solli dështimin e takimit mes Eisenhowerit dhe Khrushchevit në mbledhjen e Parisit. Në Moskë u paraqitën provat pamohueshme të hyrjes aeroplanit amerikan në hapësirën ajrore të Bashkimit Sovjetik. Aeroplani amerikan Lockheed U-2, me qëllime zbulimi dhe spionazhi, shkeli me 1 maj kufirin shtetënor të Bashkimit Sovjetik, u fut në territorin sovjetik më shumë se 2000 km dhe u rrëzua në rrethin e Sverdlovskut nga repartet me armë raket. Piloti amerikan Francis Harry Powers mbeti i gjallë, zbriti me parashut dhe u arrestua. Ja kostumi që bante piloti në aeroplan. E gjithë pajisja e tij nuk le asnjë dyshim. Ajo është një spion dhe zbulues profesionist. Ekspozitën e mbeturinave të aeroplanit usharak amerikan e viziton kryetari i Këshillit Ministrave të Bashkimit Sovjetik, Nikita Khrushchev. Ai pas tendat e ndryshme të ekspozitës. Me kërkesën e gazetarëve, Nikita Khrushchev ju përgjigj pyetjeve të tyre. Kryetari i qeverisë sovjetike i dënoi ashpër veprimet provokuese të klikës militariste amerikane, aq më tepër sepse një gjë e tillë ndodhi në pragun e konferencës së kryetarëve të qeverive të 4 fuqive. Nikita Khrushchev deklaroi se qeveria sovjetike nuk do t'i kursej forcat për të krijuar ndërmjet shteteve të tilla marrëdhënie që të mos ketë vend për kurfar aktesh agresive. Të gjithë janë kurioz të dinë se si është historia e transmetimeve televizive shqiptare. Jemi në vitin 1960, pikërisht atëre kur ekrani shqiptar fillon të flasë. Antenë e një forme të re po ngrihet në një nga ndërtesat e Tiranës. Specialistë nga Republika Demokratike Gjermane, së bashku me teknikët tanë, merren me instalimin e aparaturës së qendrës eksperimentale të televizionit, që ngrihet me ndihmën e Bashkimit Sovjetik dhe të Republikës Demokratike Gjermane. Kjo qendër eksperimentale do të transmetojë emisione të folur si dhe filma të ndryshëm.
Në të ardhmen me pajisje të tjera, programet e saj do të pasurohen edhe me aspekte nga shfaqjet artistike, ndeshjet sportive e tjerë. Programet e qendrës eksperimentale të televizionit do të jenë një mjet tjetër për dëfrimin dhe edukimin e masave tona punojse. I ftuar sot në Histori me Zhurmues është zoti Beqir Derhemi,
në dhomën e transmetuesit. Transmetoj për ditë? Jo, transmetoj 3 herë në javë, të premte, shtunë, diel, ose alternohesh. Këto bëheshin si masurdhave që jepte drejtoria, ose Komiteti Qendror. Po, sa ka qenë rrezja e transmetimit në atë kohë? Rrezja e transmetimit në atë kohë ishte rreth 2-3 kilometra. Po ne kishim antena, ishte drejtuar më shumë te nga bloku, sepse ato kishin shumë televizor. Kishte edhe në një familje që kishte qenë jashtë shtetit, kishte blerë televizor, që kishin sjell, ose pa të ndalë në mapon, që thonim në atëherë dyqani shitjes, shumë televizor që shiteshin, sigurisht bënin goxha para, edhe shumë persona nuk e kishin ato. Besoj ju nuk ishit në atë kohë? Në atë kohë, jo. Më kujtohet, masi iku Petrokido, erdhi Thanas Nano, drejtor, edhe djali Thanasit, Fatosi, që është sot, bashkë me një
nuk e preferon plazhin në Stinën e Verës, vizitorët e shumë të tij çdo vit gjejnë këtu kondita gjithnjë më të mira për një pushim të rehatshëm. Ndërcisat që u shihni janë ngritur në vitet e fundit në plazhin e bukur të Durrësit. Vargut të tyre i shtohen vazhdimisht të tjera që do të ndryshojnë krejtësisht pamjen e vendit. As që mund të krahasohet e djeshmja me të sotmen dhe me të arshmen e mrekullueshme të plazhit tonë të Durrësit. Në programin e fundit të Estradës së Shkodrës bën pjesë dhe ky numër. Raketa ori rrugën drejt kozmosit. O me kidashtun, me kuj zemrësime, ati kujtohet që m'ki pasane, kur do të shkojmë në hane, do të fejohna, do të martohna. Prajma i shakullabane, shife roketen, si ka marrë për pjeten, me ku fejohet, e lezetohet, marti kur t'pushtohet, kur të bajtimin, gjithë rëzullimin, dil bajnë celebrimin, kur të mri raketa, do të frihet kuleta, sa bukurika, roft Amerika, që sot han të shkon, e në celebrim zotin dollar, do të bajmë kuma. Alo, Mek, Diku i përshëndetje. Okej, Mr. Dick. Urnoni dashtun mik. Tapia ti ke gati veç rahparet në dekik. Një list humanitare, je shtrejt i dashtun Mek. Në qovë se në gjep s'ke pare, pa fjallën në shkruj një qek. 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 Mek! Raketa ranende! Dasëm, po, dasëm. Ja dhe qifti i gëzuar që ne urojmë sot. Nusja nga Kuksi vjen në shtëpinë e re që ndodhet në ndërmarrjen bujqësore shtetënore të Kamzës. Paq këmbën e mbarë më i nuse. U trashëgofshi shok, jeta juaj let kaloje lumtur dhe me gëzime. E sa e ndryshme është kjo jetë nga jo që bënit ju dikur o babë. Shpenzimet e kësaj dasme janë të përbashkëta. Të përbashkëta ishin edhe peshqeshet e shumta për çiftin e ri në këtë ditë gëzimi. Oh, mi te mi, ç'është
Përse u ndalua boksi në Shqipëri? Po pas edhe aty kemi zhvilluar boksin, jo vetëm me hungares, por kemi filluar Korerën dhe Sovjetike aty. Të gjithë turnet, ta ndjekim të ndeshje. Turnet aty u bote boks. Boksierët të vendit të Republikës Popullore të Hungarisë dhe ata të partizanit të ushtrisë sonë popullore zhvilluan në kryeqytet 2 takime miqësore ndërkombëtare. Në ring, boksierët e pesës gjysmë të mesme Shandor Dak i Onvedit dhe Selim Bardheti i Partizanit. Ndeshjen e fiton boksieri Ynë Bardhet.
Për peshën gjysmë të rënd, luftojnë Janusz Grasser dhe Hysén Shara. Edhe këtë ndeshje e fitoi boksieri ynë. Në të dy takimet me miqtë hungares, boksierët tanë duallën fitues duke treguar kështu përgatitje të mira fizike e taktike. Përmendë para Aliu, mirë po më morë frymë, më kupton se duke lëviz shpejt të shtyp, duke ikur nga Afrika. I them Aliu, që si t'ja bëjmë Aliu, ma mirë tërhiqje, se më se vallaj qeka i gjasë, më t'i bëjgjonë. Hajt, vazhdoj, sa gjemoj dreti, edhe i gjemoj dhe rundë e dytë, i gjemoj drejt, mi gjujt me t'majten, po ma jep e më djathë. Mos që këthy kokën këtu më kabini këtu ke vedla, fri këtu, 3-4 salta ke Aliu atë. Aliu, ma mirë tërhiqje, se mund, qomër, thot se fitë të neshin t'i qovë. Kotë më thotë të neshin, t'jem korare të neri. U qovë më kështë të bëhë si ju, na, ojë, si ju. Si t'ja bëj, ma su dërzot, thot se s'lene ambasadori, thot. Edhe një zbohën, një t'i gjëmu atit, brapa, një t'i kërcyn kële qafë. Një t'i afut ma bëkoke, bam, stop arbitrat, faut arbitri mu. A i më shtyti nga i noti, edhe më hodhi ke litarët. Faut i dhe atit. Filloj, tha kështu, tha me kërcim. Edhe i herën e dytë i kërceva në kale qafë, a i s'kishtë si t'binte këne, Albania, për ti se Rusi. Më thanë faun e dytë. Edhe i prapë shtyju, edhe ati kishte 2 fauda i 2 fauda, se unë dzej, faun e tretë prapë, ma thanë mua, stop, thar biti, faud Albania, edhe gjithë popli dorë të rëgjitje. Edhe me këtë dëmanë që u skatvikova, kupton? Edhe zona vendin e 2-3,
mora medaljen e bronzit, ma dhanë me zërë, se takote medalje e bronzit. Kur dolim neset që dolim pazar, pam figurën atit, me 6 medalje ishte kampioni e Evropës. Që ti boja dit. Shpetova mirë do më unë për të punë. Përse unë ndalua boksin në Shqipëri? Kjo ka qenë, me thonë drejtën, punë partije. Në që vitë ndalua? Edhe rasti ka qenë se në vitin 1963, Tirana do bote boks një Todjanku, që është kampion 12 vjetë, do bote mi dorsak. Edhe bon boks ato, për nuk bon boks. Edhe bon faul, tu kap, tu bo, se hyni frika të dyve. Edhe Albiti ka qenë një Dhimit e Qakati, ka qenë kampion. A i dha faut Mustafa Lushit nga Durrësi, faut i dha dhe Todjankut nga Tirana. Mirë po, profesori Xhepi, ndjeri profesori Xhepi, neshin e vendosi që t'ja japi Todjankut, se e myll të këtë mobet. Sepse e din të se në 63-shin, boksi do myllesh në Shqipëri. Gjithë tifozët e Tiranës dalin dhe shkojnë drejt me flamuje, me bërtitje që i kështë fitu Todi, dalin nga ambasada Jugoslave. Ambasada Jugoslave bën një artikull, do më thonë që u bo grev para ambasadës. Kështu që e mori vesh a i modhi, edhe i thot hiqet boksi urgentisht. Edhe hoqen boksi. Sportistët tanë bëjnë udhëtimin më të largët në historinë e takimeve ndërkombëtare. Mbas mira kilometrash fluturim mbi ishuj, dete dhe oqeane, ata kaluan ekuatorin dhe arritën e Gjakart, ku do të marrin pjesë në lojrat e para të forcave të reja Ganefo. Në aeroportin e Gjakartës, sportistët tanë pritën sipas zakonit indonezian, me kurora lulësh të freskëta. Kompleksi i bukur sportiv Bun Karno i hapi dyert në parullën luftarake, përpara nuk tërhiqemi. Para 100.000 spektatorëve që mbushen me 10 nëndor stadiumin Utama, parakalojnë 2.000 sportist nga të 4 anët e botës. Nën tingujt e masheve entuziastë të kushtuar Ganefos, që u ekzekutuan nga të rit indonezian, filloi aksioni i madh politiko-sportiv, aksioni i miqësisë midis forcave të reja. Delegacioni i sportistëve shqiptar i sjell popullit dhe sportistëve indonezian, delegacioneve pjesëmarrëse, përshëndetjet më të nxehta të popullit dhe të sportistëve tanë, përshëndetjet e vendit të shqiponjëve. Tre ishin konkurrentët kryesorë në hedhjen e diskut. Midis tyre është dhe Ramazan Driza, mjeshtër sporti. Sportisti shqiptar në garen për hedhjen e diskut zuri vendin e tretë dhe fitoi medaljen e bronzit. Në ring, boksieri ynë Ramiz Sadushi me të bardha dhe kambogjani Nu Pen. Sadushi zhvilloi një ndeshje të bukur dhe me përsitë plot mbi kundërshtarin. Si rezultat, ai fitoi ndeshjen dhe medaljen e argjend, duke i sjellë një fitore tjetër ekipit ton në lojrat e Gjakartës. Një medalje bronzi në boks fitoi gjithashtu boksieri ynë Hysen Shava. Mirë amatorë të sportit e ujit ndjekin garat e notit dhe të kërcimeve në ujë. Ky është sporti i elegancës, i saktësisë dhe i guximit. Sportistët që marrin pjesë në lojrat e forcave të reja banojnë këtu në fshatin ndërkombëtar. Kohë e lirë, kohë shëtitje. Se lije delegacionit ton tërheq vëmendjen e shumë vizitorëve. Kjo është një dëshmi e qartë e rritjes së prestigjit ndërkombëtar të vendit ton. Lojrat e Ganefos, të cilat hapen rrugën e tyre, do të vazhdojnë gjithnjë. Flaka ndezur në Gjakarta nuk do të shuhet kurrë. Le të kujtojmë edhe një herë parullën, përpara nuk tërhiqemi. Ishte në Indonezi, ishte puna që ishte në peshën time, ishte një kampion i Afrikës. Ishte 81 kile dhe ai, edhe unë ishte 81 kile. Mirë po, momentum se kishte sot neshin, e kishte mas 3-4 ditve. Vjen urdhë që shpejt kush është shara,
do bëj boks të shti. Sone të më, në darkë, ishte ora 5. Ali Kastrati, treneri im, ishte gjyqtar, se fuqin gjyqtar edhe trenerët. Kështu që kush do më dilë të mu që të më drejtonte, dela i Muhammed Përmeti, basketbolisti mjeshtër i merituar. Pata që i thonë Pata, edhe i thonë, sot e Aliu, shko shpit, meri që në sharën dhe gjvishe, meri ato kostumet e kanatjerin e këpucet, që ishim qarapet gjithë, vishe shpejt, thotë se bas 3 minute do dalit bëj boks me atë Afrikanin. Nuk është gjoja Afrikani, thotë ajo, edhe dole unë shpejt, trener doli Muhammedi, basketbolist, ishte kupton. Edhe a i tifozim, shoku im i ngusht. Edhe fillovën boksin, pam, me të majt. Mi bon vishin edhe të grushtet e ati të kundështaj, se ishte i fort dhe Afrikani. A i ulte dhe ishte gjysë profesionist, edhe në vitë e grushtet. Vedë se me tarë të mbalë, në vitë këtu mrapa. Edhe u hutova një 2 herë, edhe rëshita dhe rash. A i rusim dhe falë, pse u rëzove, thot. Edhe maroj rundi pa, ullëm aty. Edhe momenti që bëndë shi. Për të esë, futet mrena, hore, o ti në tokë, o i në tokë. Pata, kupton shokë, ngusht. Ku do shkësh në Shqipëri? Për shapërtizimin nuk e ke. Se ishe nga Durrësi unë. Zdo mërshë për shapërtizimin. Zdo mërshë edhe ate që të rishë në klub Partizanit, do të përjashtojnë, do të bëjnë. Ku do shkësh? Pa shpije, pa këtë. Po bjeri thot, o ti në tokë, o i në tokë. Edhe unë gati jam i thot, që ti fillovë, bam. Rundin e dytë më dha dhe i faut a i sovjetiku. Edhe e futën tërkënç, bam, baroj rundi, e fitohej me pikë, 20.000 vetë në stadium. E s'kishi si të boshë unë, i thot, merë dorën time për para, që unë që huma, a i albitri. Edhe thot pata, ky e fitoj, ky për mu, këpëtan? Pa Mohamed dhe thashë, më këse do me adhon këtitit. Ju dilte për para dokumenti pasaportizimit. Ku ngejti dorën atit, hecë më këtu më thot pata se bërgjez janë këto, revisionista janë këto, thot. Dola jashtu. Waterpoli ka qenë një tjetër sport ku ju jeni aktivizuar, por që më pas u ndërpre. Unë në fillim, në vitin 1954-53, kam dalë 2 vjetë kampion me qytetin e Durrësit, se kam dalë në Durrës. Në 54, pastaj shkova ushtarë, në fund në dhjetor, edhe kam qenë me Partizanin. 5 vjetë kam dalë me Partizanin, 7 vjetë. Kështu që me që boksi ishte hegjër, me dhanë titullin klubi Partizanin, me dhanë titullin mjeshtër i merituar në sportet e ujtë, se kam morë pjesë edhe në shpinë, kam qenë 2 vjetë kampion shpinë, edhe në stilet e lira që bonim stafetat, gjitha gjonët. Të ndjekim një kronik nga waterpoli atyre viteve. U dha sinjali ndeshjes në waterpolo midis skuadrave Partizanit dhe Durrësit e vlefshme për kampionatin kombëtar në këtë lloj sporti. E dyja skuadrat paraqiten kandidate për titullin e kampionit. Ekipet luftojnë me këmbëngulje për të bërë një lojë sa më të bukur dhe për të dalë në krye të klasifikimit. Ekipi ushtarak duke pasur avantazh në golaparash, fitoi ndeshjen. Kështu skuadra Partizani zuri vendin e parë dhe fitoi titullin kampione për vitin 1959. Waterpoli ka qenë një sport shumë i rëndë, kështu që ne më shumë boshim boks aty në ujë se sa lushim waterpol. Na hypshim kaleqav, na kafshim për kamësh. Ka pasur një rivalitet të madh mes Partizanit edhe Durrësit. Po, edhe me Durrësin, me Shkodrën, me Sarandën kanë qenë, Saranda ka qenë e fortë. I zhvillonim edhe në pishinën e Korçës. Po, vitin e fundit, në 67-ën, i zhvillum në liqenin e Tiranës. Kodrat, e liqenit artificial. Mirë, po, aty shkodranët u zinë shumë keq me ne të Partizanit, që dolim kampion. Kështu që u ndërpre. E ndërpren, po waterpoli është një sport i mirë.
Neve në ka majtë regjimi, me thonë, dhe ta dinë dhe këta të rrisë Beksit, kemi punuar me Beksit, kemi punuar në Shkollën e Bashkuar, kemi bo ekipe boksi, kemi bo Spartakiata, shumë Spartakiata që kanë qenë me sukses. I ftuar sonte në Histori me Zhurmues ishte zoti Hysen Shara, 2 herë mjeshtër sporti, 9 herë kampion i vendit. Ju falenderoj që ishit në programin tonë. Faleminderit. Në bankë moj mike, 2 emra I kdhendëm dikur, as vet nuk e di si më ike, dhe zemrë si vura një gur. Dashuria e parë nuk harrohet, dëgjoje këtë fjalë që trondit, veç mali me mal nuk takohet, por zemra takohet një dit. Ne undam në errësirë, jeta ndarje ka, por se zemra jam të mire, zemrës nuk I tha. Ne undam në errësirë, jeta ndarje ka, por se zemra jam të mire, zemrës nuk I tha. Një ditën në banka moj mike, 2 emra I kdhendëm dikur, as vet nuk e di si më ike, dhe zemrës si vura një kur. Dashuria e parë nuk harrohet, dëgjoje këtë fjalë që trondit, veç mali me mal nuk takohen, por zemra takohet një dit. Ne undam në errësirë, jeta ndarje ka, por se zemra lam të mire, zemrës nuk I tha. Ne undam në errësirë, jeta ndarje ka, por se zemra lam të mire, zemrës nuk I tha. Të dashur miq, si në çdo mbyllje emisioni, le të vazhdojmë me mesazhet tuaja se si e mbani mend atë kohë. Ishte koha kur për të blerë 2 shishe qumësht, zinim radhen që në orën 2 të natës. Ishte koha kur shkonim në plazh dhe merrnim me vete furnelën me vajguri, tenxheret, krevatin portativ dhe natyrisht televizorin. Ishte koha kur kërkoi xhiro bicikleta, por edhe vidhek bicikleta. Ishte koha kur qelsin e shtëpisë e mbanim të varur në qafë. Por se zemra lam të mire, zemrës nuk I tha. Ne undam në errësirë, jeta ndarje ka, por se zemra lam të mire, zemrës nuk I tha. Por se zemra lam të mire, zemrës nuk I tha. Të nderuar miq, këtu përfundojmë me Histori me Zhurmues me vitin 1960. Qëndroni me ne të dielën e ardhshme në historinë tonë.